Përshëndetje gjithëve. Ju falenderoj një për pjesëmarrjen. Të ndihmoj ju se Jo mirë. Po, ju falenderoj një për pjesëmarrjen dhe ju falenderoj sidomos kryetarin a presidentin e organizatës në gjatë se ka mundësi president të quhet për misionin shumë fisnik që ka marrë të një organizatë vërtet të veçantë. Pasi unë kam qenë profesor ligjor i disa organizatave, pasi kam lexuar statusin lart feminine dhe ky ka marrë përsipër një çështje shumë fisnike. Pra mbrojtjen e drejtave të njerëzit, që është karta kryesore evropiane, madje edhe sot është ditë e veçantë edhe bravo Ela dhe Aldo që keni organizuar për të detorin në OKB-s. Është një ngjarje shumë e madhe ndërkombëtare, ku të gjitha vendet e botës morën përsipër të zbatonin normat e dinjitetit njerëzor, të shuanin luftrat ndëretnike, ndërkufitare, ndërshtetërore, pa hyrë së shqyrtëri shumë e gjatë, por kjo OKB-ja që më bë shumë qefi me këtë sebeb e keni organizuar edhe shoqatën, pasi është vërtet botërore dhe ka shuar luftra të tmerrshme. Gjithsesi, mund të pranojmë dhe këtë që shumë shtete kanë devijuar disi nga premtimet që kanë bërë në OKB, nga shumë gjëra, mos përmendim shtetet që kanë devijuar që me luftet e fundit, por gjithsesi nuk më madhor që është një çështje shumë madhore ndërkombëtare. Dhe mbi bazën e kësaj është ndërtuar edhe Karta e Drejtave Evropiane, që na përket neve konkretisht, dhe sidomos ne kësaj organizate që kanë më përsipër që të rregullojnë normat juridike, ligjore dhe njerëzore të këtij kontingjenti të shumë vojtër që kam lexuar një nga një materialet se çka na rrugënani, si kanë sakrifikuar familjet vetëm në emër të drejtave elementare të njerëzit. Pa e bërë keq kërkujt, por kanë vujtur tmerrsisht për shkak të regjimeve skandaloze, totalitare, njerëzore, siç po ndodhin sot e kësaj dite kudo. Por sidomos për Iranin, një vend super i madh dhe me shumë vlera nën toksore, mbi toksore dhe shumë i pasur, por ideologjia, siç bën shumë vende, bën çuditëra dhe këto janë përsekutuar, janë premtuar që nëpërmjet kësaj mekut që vetë qeveria amerikane kam lexuar materialin nëpërmjet misionisë brendshme, që kanë ardhur me mision për opozitë iraniane. Por me kalimin e kohës, meku, prej 2000 sa vetave, arriti që të përsekutonte normat më elementare njerëzore që patët rasti që i dëgjuat. Domethënë, unë nuk mund të besoj një avokat, një pronar studi ligjore, një pedagog për shumë vitësh, ti mohosh njeriu të flasë me familjen. Nuk e imagjinoj dot. Domethënë edhe zoti Halil, që unë me atë jam njohur, një doktor i nderuar dhe është një ndër kryesorët e organizatës, dhe jam i që është krau i djathtë i Halës së Elës, më ka sjell materialin dhe nuk e kam besuar kur më ka sjell historikun një për një që të merrem me misinë e brendshme, por leje qëndrimit dhe që këto njerëz me të drejtë që tha Aldo, të gëzojnë të drejtat elementare si gjithë shqiptarët në vendet evropiane, që janë emigrantë. Dhe këto janë emigrantë, por janë emigrantë shumë të ligjshëm. Por arsye se ligji për të huajt i 2020, se kanë dyshu disa herë, në ballafqimin shumë të rreptë që bëra me misinë e brendshme, sa u detyrohet që gjykat edhe fitum gjykatën, këto janë disa nene mos u lodh kokën, që këto kanë mbi 5 vjet. Dhe ligji për tu i thotë, çdo refugjat në çdo vend evropian që kalon 5 vjeçin, gëzon të drejtat barabartë për të marrë leje unike të tipit C, që në gjuhë popullore do thotë pa afat, që të dalim aty ku me të tha Aldo, që gradualisht këto njerëz me vizë të tipit pa afat, të tipit C që e meritojnë me ligj, dhe jemi prak për të marrë gjithë, dhe do marrim se të bënë. O me ministri, o me gjykat. Këto kanë të drejtë pasaj, që tha Aldo, të bëjnë kontrata pune, sepse po punojnë profesorisht poshtë e lartë, dhe s'paguhen as siguracionet, që është kundërshtim me normat më elementare evropiane, dhe e dyta pastaj të arrijmë deri atje që tha Aldo të marrin pasaportën. Ç'është kjo? Do të thonë kanë 10 vjet, 12 vjet, dhe disa nene në ligjin për të huajt 2020, që është ligji i ri që doli, janë 3-4 nene që mos u lodh kokën, çdo person që kalon mbi 5 vjet dhe s'ka bërë asnjë vepër penale, dhe këto asnjë vepër s'kan bërë, janë shumë më të rregullt se shqiptarët, që unë jam për ditë 3-4 herë gjyq, vrasë kataranët. Dhe plot vepra penale. Asnjë nga këto s'ka dalë nga Interpoli, që të ketë bërë një vepër penale që atëherë me të drejtë pezullohet leje qëndrimit dhe del uri i dëbimit. Asnjë s'ka nga këto. Dhe në debat gjyqësor që më ke quajtur administrative, përfaqësues të Ministrisë së Brendshme,
u detyruan për ligjin që kanë për vetë. U detyruan të pranojnë që këtyre u takon leje qëndrimi e tipit C unike pa afat. Vetëm kjo i shpëton këto njerëz pafajshëm që bëjnë mbi 10 vjet tu. Dhe janë tamam një rregull që punojnë pa asnjë veprim anteligjor. Kjo pak për humor, dhe më thënë, që në latën time, për shembull, që e kam qendër, nga statistikat aty, nga ana penale, nga statistikat, çdo 20 veta mund dalin 5 veta me përmje penale. Kjo i mbrojnë, normal, sa të punë kemi. Dhe këto asnjë s'më ka dalë, dhe më thënë, është interesante që këto njerëz të privohen nga një drejtë elementare më plane. Dhe them që jemi në prag të zgjidhjes problemit nga ana administrative dhe gjyqësore. Dhe shpresoj që kjo organizatë kaq e fisme të zmadhohet. Në lidhe me mekun është pak problem ideologjik, politik, lidhe me këto hakerimet që më dori Komisia e Brendshme, jo hakerime që s'ka lidhe fare me këto. Nuk i dim ato të sepse veprojnë kaq shumë agjentura, sa që janë gjëra shumë të thella dhe s'mund ta dim nga vinë hakerimet. Por këto njerëz kanë fare një mat punë. Kurse lidhe me organizatën që janë privuar nga gjithçka, janë me mira atje, unë mendoj se bashkë me Ajdon, me Elën, nga ana njerëzore flas. Po qoftë edhe nga ana ligjore që ora të bëhet diçka që këto njerëz të shkputën nga një ferr i vërtet, që as të romanes kemi lexuar, që të parrit, do të thonë, në përbut që kemi 25 veta tani që flasim. Dhe flasim me familjet. Kjo fatkeqësisht mund të ketë vrasje. Po do flas me familjen, ç'është kjo? Nuk do flas me familjen. Nuk duhet martohet, të kujtohet se të shikam shumë këto pralla, vëllallëqi të pa imagjinueshme. Do një ferr i vërtet që kalon për masat e burgut. Ç'është kjo? Ne do mundohemi që në përshtatje me ligjin shqiptar, sepse ligjin Shqipëria ka bërë mbi normat e Bashkimit Evropian, është detyruar të zbatoj. Pavarësisht burgatësisë ekstreme që kanë kuadrat e Ministrisë Bankë, pavarësisht burgatësisë të bashme që kanë institucion shqiptare, që edhe ju të rritë e dini, që me marrë një përgjigje nga një muaj që ka ligji, do 3 muaj. E dim këto punë. Prandaj pushon për ditë drejtore, zëvendëson, por ne këto njerëz të papafajshëm që janë dinjitos dhe i kemi dhe miq tani, më thonë, se 30 vjet me një vend, dhe e dim që punojnë, janë njerëz korrekt. Edhe mendoj që do t'i harmonizojmë në aspekt ligjor, shoqëror, njerëzor, që to të ingranohen gradualisht, totalisht. Duke shpresuar që të pajisen edhe me pasaport, edhe me sigurisë shoqërore, se duket si kështu po ikin vitet edhe këto kanë drejtën elementare që këto të sigurohen. Dhe të marrin një pension siç ka gjithë botë, gjithë Europa. Dhe në fund, më pëlqeu edhe kjo që dha Atela, shumë interesante, sepse këto të rit kam idenë që u fundën pak në botë, se është bërë shumë e thellë, po fiton diçka, se është normal. Edhe unë fillimisht lexova ca gjëra që më thotë Halili që hyrën në botën e problemit. Dhe më mirë që pas shumë të rinj edhe uroj që të ketë shumë sukses. Ose ne ndrojmë, kam qenë edhe pedagog, kam vënë mësim, kam pas shumë studentë dhe kam ndruar dhe atëherë që bëj inxhiniera, avokat, psikolog. Pra, ju të jeni perspektiva dhe të keni pasion që është kryesorja, dhe mirë që keni marrë pjesë në një organizatë vërtet humane, vërtet njerëzore, se kam pasur organizata dhe kam miqdor. Kjo është një organizatë që ka një program kaq human, kaq njerëzor, sa që si bravo. Dhe i uroj shumë sukses organizatës. Kjo që ka bëjela kjo vërtet më bëri të mbi shumë keq për këtë. Nga njerëzore flas, u bëra keq sa për sa erdha. Do të thonë nuk mund ta imagjinosh 2025 një përsekutim bastaks njerëzor të këtyre njerëzve të pafajshëm, që ato fotografi flasin vetë, se janë bërë marrë për çfarë shoh. Do të thonë sa i pash sinqerisht u jeva shumë keq. Dhe më vjen keq për këto njerëz. Dhe do bëjmë gjithçka që drejt sa të bëjmë me pasaport. Uroj sukses e gjithmonë.